Sekretariati i Etikës vendosi një dënim të rrept për deputetin e Partisë Mundësia Agron Sheaj, i cili nuk do të jetë pjesë e punimeve të kuvendit për 60 ditë. Vendimi për përjashtimin e Sheaj do të hyjë në fuqi në momentin që sesioni i ri do të nisë në shtator. Një ditë më parë, Sheaj rrëmbeu dokumentin e klasifikuar si konfidencial për marrëveshjen e UAS për $302 milion me Shtetet e Bashkuara për fuqizimin e forcave të armatosura. Por teksa drejtuesi i Partisë Mundësia rrëmbeu dokumentin, punonjësja që ndiqte nga pas, u rrëzua nga shkallët. Vendimi i sekretariatit nuk mjafton për mazhorancën. Socialistët gjithashtu kanë bërë gati një shkresë urgjente, ku i është kërkuar parlamentit të kallëzojë Agron Sheaj në SPAK për 4 vepra penale. Do të ketë një referim të kallëzimit ndaj deputetit Agron Sheaj në organet e hetimit dhe të ndjekjes penale, dhe të gjitha elementet e tjera që kanë të bëjnë me shkeljen e konfidencialitetit, me nxjerrjen e dokumentit jashtë asaj salle ku u përcaktua publikisht nga kryetari i kuvendit për t'u lexuar, por edhe me veprimet që pasuan pastaj nxjerrjen e këtij dokumenti i takon organit hetimit që t'i zbardhe. E papranueshme u cilësua dhe nga opozita. Megjithatë, demokrati Sajmir Korreqi u shpreh se të djathtët nuk mund të lihen nën hije kur bëhet fjalë për dokumenta konfidencial. A kush ka më rëndësi sipas jush, një deputet që duhet votojë atë akt apo një punonjës parlamenti që nuk e voton atë akt? Ma shpjegoni kush është më i rëndësishëm? Atë ne që kemi lënë groshin në deputetët. Lidhur me çështjen të hënën, Sheaj u shpreh se dokumenti nuk doli kurrë nga ambientet e parlamentit, duke cilësuar si një manovër të Partisë Socialiste për të penguar pjesëmarrjen e tij në punimet e kuvendit.